Pas 10 vitesh nga ndërtimi i stadiumit të Shkodrës, emri Loro Boriçi tashmë është vendosur në hyrjen kryesore, duke dhënë stadiumit identitetin që e meriton. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës ka qenë vetë prezent gjatë procesit të vendosjes së emrit të stadiumit, ndërkohë që u shpreh se vendosja e emrit vjen pas disa ndërhyrjesh të realizuara në këtë impiant dhe në mjedise të tjera sportive, si pjesë e vëmendjes së shtuar ndaj infrastrukturës sportive në qytet. Ky gest, megjithëse simbolik, mbart një peshë të veçantë për shtëpinë e futbollit dhe për klubin e futbollit Vllaznia Shkodër, duke respektuar historinë dhe figurat që kanë lënë gjurmë në sportin shkodran. Është e papranueshme se në një ambient sportiv, në një stadium të rëndësishëm si Loro Boriçi mungojnë disa elementë bazik. Sot e vendosëm, është një ndërhyrje e thjeshtë, por absolutisht dinjitoze dhe rëndësishme për këtë stadium të Shkodrës. Sigurisht po vazhdojmë me investimet, kemi shumë kohë që po munduar për ta rikthyer stadiumin në nivelin që duhet. Së fundi po do përfundojmë besoj në 2 javë edhe pjesën e VIP-it me gjithë ndenjëset sipas standardeve duhura. Sigurisht kemi kthyer komplet dhe kemi pastruar gjithë ndenjëset si kanë qenë pothuajse jashtë standardit. Fushën, gjithë ambientet e brendshme të stadiumit jemi përkujdesur për t'i pasur në nivelin e duhur. Ndërmarrja e aseteve të bashkisë dhe gjithë kohës përpiqet që ta kthejë stadiumin në standardin që meriton. Ky moment, sipas kryebashkiakut Benet Beci, i vëmendjes së shtuar ndaj infrastrukturës sportive në mënyrë të veçantë stadiumit, le të shërbejë edhe si augur i mirë për shpalljen e Vllaznisë kampione këtë vit. Jam i sigurt se me këtë performancë që ka pas, me këtë ekip, me këtë vullnet, me këtë dëshirë, me atë trajner të mrekullueshëm, do të thoja që po lufton jashtëzakonisht shumë, jemi krenar, edhe uroj shumë që ne të jemi këtë vit kampion pas shumë viteve që mezi e presim. Në kuadër të frymës festive të 107 vjetorit të Vllaznisë, është bërë edhe një thirrje për tifozët dhe komunitetin sportiv të propozojnë që 4 tribunat e stadiumit të mbajnë emrat e kolosëve të futbollit shkodran. Propozimet pritet t'i paraqiten së shpejti Këshillit Bashkiak për miratim.